jemi në minutat e fundit të janë në minutat e fundit. Unë këto i kam të javës kaluar. Bimët aromatike. Bimët aromatike. I largoj. Bëj një prerje. Një qese një kita lutem. Çfarë do bësh tani me këtë? Ja. I vendos në një qese dhe i ruaj që të jenë në ngrirje. Apre dhe pakës më tepër. Opa. Pjesën e bishtave që ishin të njoma, ne i I dua larguam. për gjë tjetër ato. Po i larguam sepse të njoma në qese të ngrirjes nuk do të na qëndronin siç duhet, do të zinë atë akullin. Bëj atë mbylljen. Pra, në qeset hermetike kemi vendosur vetëm gjethet e lara dhe të thara të majdanozit. Nëse unë i dua të ngrira, nuk kam nevojë që të jenë të thata në ngrirje. Kurse kur i vendos në pjesën e sipërme të frigoriferit, patjetër. Kam karotat. Të njëjtin gjë bëj edhe me karotat. Kur kemi bërë ato pazare dhe duam që t'i ruajmë në frigorifer për t'i përdorur në ditët në vazhdim, gjithmonë një lloj disipline në frigorifer apo një lloj disipline që vendosim gjatë javës në anvisat, kur duam të bëjmë paraprakisht gati disa perime apo gatime që ta kemi më të lehtë gjatë javës. Do vendos aq mas sa që jo me zi të mbyllet. Nëse ne kemi një qese të zakonshme, patjetër kam një trup. Këtë e bëre për të pjesa lartë apo të ngrirja? Kjo është e ngrirja. Të ngrirja. Kjo është e ngrirja. Nëse ne kemi një qese të zakonshme, marrim thikën dhe vendosim flakën e çakmakut. Dhe bëhet ngjitja e dur, gjë që unë e kam treguar edhe një herë tjetër. Le të ngelemi tek, nuk e mbi ngarkojmë, pra që të jenë të tilla, të jenë petashuqe. I vendosim njëra mbi tjetrën. Dhe kemi një sistemim shumë të mirë të frigoriferit. Sistemimi i çdo perime tjetër, kur duam që t'i ruajmë për disa te lulet, mund ta konsumojmë se lëmë majdanozit është shumë i shëndetshëm. Patjetër, po me që unë kam majdanozin e kisha ditë më tepër, nuk e përdor në kuzhinë, por e përdor tek te lulet. Bukur. Ndërsa për perimet të cilat nuk qëndrojnë në frigorifer sepse ju prishet edhe tekstura, ju prishet edhe shija dhe ne nuk i mbajmë aty në frigorifer. Kemi nesër, nesër janë ato të gjitha. Nesër do të kemi nesër, kemi këtë javë, kemi për produktet në frigorifer. Jashtë, çfarë duhet në frigorifer, çfarë duhet jashtë, çfarë duhet në qese, çfarë duhet në gazet, çfarë duhet në dollap. Dhe njerëz siç marrim atë qesën e pazarit që ka hudhrat brenda qepën apo kujtu limon, i lëshojmë diku dhe më pas ne shikojmë që janë të mbira diku. Në vendin e vet, normalisht tek kputucët nuk do t'i lëm, por e shohim që janë të mbira. Nëse përdoren ato që janë të mbira. Patatet, për shembull. Patatja. Qepët. Qepa. E lëmë pikpyetje për nesër. I përdorim apo jo ato filizat? Filizat po, sepse filiza është bima që fillon sërish të krijohet produkti. Filizat e brokolit, lulelakës, janë më të mirat për mospllakjen e trurit. Super, janë shumë të shëndetshme dhe kemi filluar të dëgjojmë disa për vlerat e tyre.